Për gjatë këtyre ditëve kemi qenë më pranë të gjithë mëshirshmit. Ramazani ishte një shkollë shpirtërore, një periudhë e thellë reflektimi, vetëpërmbajtje dhe afrimi me Zotin dhe me njëri tjetrin. Gjatë këtij muaji zemrat tona u zbutën, shpirtrat u pastruan dhe solidariteti me nevojtarët u bë më i dukshëm se kurrë. Leximi i Kuranit, lutjet e natës dhe veprat e mira u bën drita që ndriçuan jetën tonë. Veçanërisht në 10 netët e fundit, xhamit u mbushën me besimtarë që kërkuan natën e Kadrit, natë më e vlefshme se 1000 muaj. Ishte një kohë e përkushtimit të thellë, e lotëve të sinqertë dhe shpresës së madhe në mëshirën e Allahut. Sot, teksa I japim lamtumirën në Ramazanit, lutemi që ai të ketë lënë tek ne paqen, devotshmërinë dhe virtytet më të larta morale, t'i ketë pastruar zemrat tona dhe t'i ketë zbutur egot. Festojmë me dëshirën për t'i vazhduar veprat e mira dhe për të jetësuar virtytet e fituara gjatë Ramazanit. Fitër Bajrami është dita e shpërblimit hyjnor, për sakrificën dhe për kushtimin e një muaji të tërë. Është dita e faljes, e pajtimit, e gëzimit familjar dhe ripërtëritjes së lidhjeve njerëzore. Kjo festë mëshiron vlerat e paqes, dashurisë dhe harmonisë, duke na kujtuar se besimi duhet të reflektohet në çdo ditë të jetës sonë. Prandaj me gjithë zemër ju urojmë, gëzuar Fitër Bajramin, qofshi të lumtur pranë familjeve tuaja me zemrat plot gëzim e begati. Para faljes së namazit të Bajramit, do të kemi një program të shkurtër me lexim Kurani, përshëndetje dhe ligjërata. Mënyra më e bukur për ta nisur këtë festë është me lexim të Kuranit famlar. Ndaj ftojmë imamin e xhamisë të Mbeut, zotin Elton Karaj, për të na lexuar disa ajete nga Kurani famlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Falenderojmë imamin dhe tani kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, për fjalën e tij përshëndetëse.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mëshira, begatia e krijuesit të gjithësisë qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi gjithë ne, që jemi sot këtu dhe gjithë njerëzit anë e mbanë botës. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, në këtë mëngjes të bekuar të Fitr Bajramit, zemrat tona janë të mbushura me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut të madhëruar, i cili na dha mundësinë të përjetojmë edhe një herë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të arrijmë këtë ditë gëzimi e bekimi. Pas ditëve të agjerimit, netëve të lutjes dhe përpjekjes për ta përmirësuar veten tonë, sot qëndrojmë para Zotit me shpresën se ai e ka pranuar agjerimin tonë, lutjet tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji të begat. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu i madhruar në Kuranin Fisnik na kujton qëllimin e këtij adhurimi kur thot: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç u ishte bërë obligim atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra, Ramazani nuk ishte vetëm një ndalim nga ushqimi dhe pija, por një shkollë e madhe shpirtërore për zemrat tona. Ai ishte një udhtim drejt devotshmërisë, drejt pastrimit dhe shpirtit, drejt forcimit të lidhjes son me krijuesin e gjithësisë. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, na ka mësuar se agjerimi nuk është vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por edhe largim nga çdo fjalë e vepër që e largon njeriu nga Zoti. Ai na kujton se kush nuk largohet nga padrejtësia dhe nga fjala e keqe, Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, prandaj Ramazani ishte një kohë reflektimi, sakrifice dhe për ulësie. Ai na mësoi se uria dhe etja nuk janë vetëm një provë fizike, por një kujtesë e fortë për të ndjerë dhimbjen e atyre që jetojnë çdo ditë në vështirësi. Ramazani na mësoi se zemra e besimtarit bëhet më e fortë kur ndan me të tjerët, kur fal dhe kur shtrin dorën për të ndihmuar atë që ka nevojë. Fitr Bajrami është dita kur gëzimi takohet me mirënjohjen, është dita kur familjet bashkohen, kur miqt takohen dhe kur zemrat hapen për falje e mirësi. Por kjo festë nuk është vetëm një moment gëzimi, ajo është edhe një thirrje për përgjegjësi, sepse besimi i vërtet nuk matet vetëm me lutjet tona, por edhe me veprimet tona në shoqëri dhe në marrëdhënie me njerëzit. Islami na mëson se më i miri për njerëzve është ai që bën dobi të tjerëve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairun nas anfahum lin nas. Prandaj edhe sadaka e fitrit, që duhet dhënë para se me fal namazin e Bajramit, që kemi dhënë dhe është bërë obligim në këtë ditë, në mënyrë që askush të mos mbetet pa gëzimin e Bajramit. Kjo është një nga bukuritë më të mëdha të fesë son, kujdesi për tjetrin, solidariteti dhe përgjegjësia ndaj të dobtit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot, ndërsa ne festojmë këtë ditë të bekuar, nuk mund të mos mendojmë për botën rreth nesh. Në shumë vende të globit, në lindjen e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Mesazhi i fesë islame është i qartë.
Islami është fe e paqes, e mëshirës dhe e drejtësisë dhe e solidaritetit. Allahu në Kur'an e përshkruan të dërguarin e tij mëshirë për botët, për tërë botët. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe nuk ka diçka tjetër ndryshe përveç kësaj. Kjo do të thotë se besimtari është thirrur të jetë burim paqeje, mëshire dhe drejtësie kudo dhe ku ndodhet. Bota sot ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë mirëkuptim dhe për më shumë paqe dhe vëllazëri njerëzore. Dhe kjo paqe fillon nga zemra e njeriut, nga familja, nga komuniteti ku ne jetojmë. Ajo ndërtohet me respekt, me dialog dhe me kujdes për njëri tjetrin. Ne si shoqëri kemi përgjegjësinë të kultivojmë këto vlera shumë të rëndësishme, të patjetërsueshme në gjitha kohrat dhe vendet. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin. Sepse një shoqëri ndërtohet mbi zemra të pastra dhe mbi njerëz që zgjedhin të bëjnë të mirën për kënaqësinë e Zotit dhe për të mbjellur paqen në këtë planet ku jetojmë si njerëz. Edhe një herë gëzuar Fitr Bajramin për shumë vjet, Zoti na pas pranuar Ramazanin, lutjet dhe çdo gjë që kemi bërë gjatë këtij muaji dhe duke u kujtuar me një hadith profetit Muhammed alayhi salatu wasalam i cili thotë: veprat më të dashura tek Zoti janë ato të cilat janë të vazhdueshme edhe pse janë të pakta. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin për fjalët e tij dhe tani kam kënaqësinë të ftoj për ligjërat nën kryetarin e komunitetit musliman Shqipërisë, zotin Lauren Luli, i cili do të na përcjellë mesazhin e kësaj feste të madhe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetet qofshim I të dërguarin e tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndoqën dhe ndjekin rrugën e tij. Të nderuar besimtar, nuk ka ditë më të bukur se sa kjo, nuk ka ditë më me rëndësi për besimtarin I cili tashmë I pranishëm jo vetëm në këtë shesh I cili zbukurohet nga prania e gjithë secilit për jush këtu, por kudo ku kremtohet, festohet dhe ku zemrat lumturohen për përfundimin, për mbylljen dhe arritjen me sukses në fund të një muaji, fundi I të cilit është mëshirë, fundi I të cilit është falje, fundi I të cilit është fitimi I kënaqësisë së Zotit, e cila është edhe synimi kryesor I jetës së besimtarit në këtë botë. Për këtë arsye, sot tashmë është më se me vend që të gëzohemi dhe të lumturohemi, që të vazhdojmë me lutje dhe duat tona dhe të shpresojmë tek falja dhe mëshira e Zotit, dhe t'i drejtohemi atij duke kërkuar dhe duke shpresuar e duke thënë në zemrat dhe mendjet tona: o Zot, tu përkushtova me adhurime, me punë dhe veprat që të cilat janë të pëlqyera nga Ty për 30 ditë me radhë, dhe tashmë janë përpara Teje si ai individi, personi I cili kërkon pikërisht përfundimin dhe shpalljen
e gjykimit të tij si të ishte një person i cili kërkon vetëm mëshirë. Sot është i ditë gëzimi dhe lumturie për gjithë secilin nga ne, sepse gjatë muajit të begatë të Ramazanit, gjithë secili prej nesh prezantoi, tregoi një qytetari të shkëlqyer, jo vetëm në aspektin shoqëror, por dhe në aspektin adhurimor, dhe gjithë secili prej jush ju përkushtua, ishte prezent dhe ishte pjesë e adhurimeve të cilat u zhvilluan jo vetëm në dyert e xhamive, jo vetëm në ambientet e shtëpive të Zotit, por ju u bët pjesë edhe e tryezave të iftareve dhe syfyreve, edhe vendeve në të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu i konsideron si dy prej lumturive dhe gëzimeve të besimtarit në këtë botë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi të vendosur se pavarësisht situatave, pavarësisht zërave të qjerë, jemi të vendosur për të përçuar në mënyrën më të qartë të mundshme mesazhin që Islami na e ka sjellë. Islami kërkon prej nesh një besimtar të devotshëm, me një raport të mrekullueshëm me të në aspektin adhurimor, por jo vetëm kaq, kërkon nga ne edhe një raport të mrekullueshëm me njerëzit që kemi rreth rrotull, duke shpalosur virtytet dhe moralet e larta, të cilat profeti alayhi salatu vesselam me aq shumë mundua që jo vetëm t'i kultivoi tek sahabët e tij nderuar në kohën ku ai jetoi, por t'i tregoi ato si një mesazh dhe një mësim dhe një pasqyrë në formën më të saktë për të përcjell, për të mbetësuar nga çdo besimtar deri në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, është detyra jonë që sot në këtë ditë të begatë të kërkojmë nga Allahu Gjelle Gjelaluhu mëshirën dhe faljen e tij, të kërkojmë prej tij që të ketë pranuar agjërimin dhe adhurimet e tjera të bëra gjatë këtij muaji, dhe nga ana tjetër, ajo çfarë vetë profeti alayhi salatu vesselam na tregon dhe na thot, khairu a'malin adwamuha wa in qalla, puna më e hajrit ndonse e pakt, por e vazhdueshme ajo që duhet të rrezatojë në shpirtrat dhe në zemrat tonë sot. Jo vetëm sot, por të jetë e jetësuar në zemrat tona dhe të vazhdojë edhe në muajt e tjerë. Sepse një Ramazan i suksesshëm, një Ramazan i pranuar tek Allahu Gjelle Gjelaluhu është ai i cili vazhdon të jetësohet, i cili vazhdon që të qëndrojë dhe të na misojë edhe jashtë atij. Një Ramazan i cili e bën besimtarin të reflektojë vetëm brenda muajit të Ramazanit e më pas shkëputet, shtekton dhe largohet prej nesh, nuk është një Ramazan i suksesshëm. Prandaj, sot le të zotohemi, le t'i japim fjalën vetes sonë që virtytet, të gjitha ato anët pozitive të cilat fituam në këtë muaj të begatë të Ramazanit, t'i bëjmë që t'i jenë jetike dhe të vazhdojnë të jetësohen dhe të vazhdojnë rrugtimin bashkë me ne në muajt e tjerë. Vetëm në këtë formë do të arrinim që të kishim kapur një Ramazan të suksesshëm. Të nderuar besimtare e besimtar të pranishëm, padyshim nuk duhet të harrojmë sot edhe mesazhet të tjera që Islami na përcjell. Raporti që kemi me ata të cilët ne i kishim sa më afër gjatë muajit të begatë të Ramazanit, me atë njerëzit shtresat në nevojë, të cilëve ju mundsuam që të kishin edhe ata një Ramazan të suksesshëm dhe një Ramazan të begatë, duke i bërë ata pjesë të tryezave të iftarit apo të syfyrit. Të mos harrojmë dhe të mos neglizhojmë këtë pjesë të shoqërisë edhe jashtë muajit të Ramazanit. Le të jetë kjo ditë Bajrami një mesazh i cili na bashkon zemrat tona, largon mërit dhe bëhemi vëllezër, bëhemi të dashur me njëri tjetrin
E vetëm ky do t'ishte mesazhi që do të rezatonte në formën më të mirë gjatë këtyre ditëve. E lusë Allahun xhelle xhelaluhu që të pranoj adhurimet tona në të këtij muaji të Ramazanit. E lusë Allahun xhelle xhelaluhu që të dalim me gjunat falura dhe shpërblime të fituara tek Allahu xhelle xhelaluhu, dhe kur të ndahemi së bashku nga ky ambient dhe nga ky shesh, të dalim si ata njerëz të cilët mbi kokat e tyre sikur përshpërin mesazhi i Allahu xhelle xhelaluhu teksa thot: o robët e mi, sakrifikuat gjatë një muajini, tashmë është përndauni, shkoni në shtëpitë tuaja, festoni sepse ju kam falur, sepse ju kam mëshiruar dhe sot meritoni të gëzoni e të lumturoheni. Edhe një herë gëzuar këtë bajram të begat, Zoti pas pranuar çdo adhurim dhe çdo punë e çdo vepër të mirë që keni bërë gjatë këtij muaji. Të nderuar besimtar, ju lutem, kam një njoftim i cili është mjaft i rëndësishëm, që pas faljes së namazit, Myftiri i Tiranës, Zoti Bilal Teqa, do të mbaj hutben e bajramit. Dëgjimi i hutbes është obligim dhe është pjesë shumë e rëndësishme e adhurimit sotëm. Prandaj, për ta plotësuar këtë adhurim sa më mirë, ju lutem të qëndroni dhe ta dëgjojmë hutben deri në fund. Tani ka ardhur koha e faljes së namazit të Fitër Bajramit. Kulmi i kësaj dite të bekuar. Ju ftojmë të gjithëve të bëhemi gati për të kryer këtë obligim me përkushtim, qetësi dhe dinjitet. Në përfundim lutim Allahun e lartësuar që të na pranojë agjërimin, lutjet dhe veprat tona të mira, të na fal gabimet dhe të na bëjë ndër ata që dalin nga ky muaj të pastruar dhe të mëshiruar. Allahu na i pranoft veprat dhe na e bëft të festë të begat për të gjithë. Gëzuar edhe një herë Fitër Bajram. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يجازي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet I takojnë të madhit Zot, I cili na mundsoi të përjetojmë Ramazanin, të agjërojmë ditët e Tij, të gjallërojmë me lutje dhe adhurime netët e Tij. Ky Ramazan ishte aq I bukur, I mbushur me vepra plot emocione e përjetim, me adhurime e përkushtim, me vllazëri e përzemërsi derisa gjithë secili prej nesh e ndjeu sa ai na ka bërë më të mirë se ç'kemi qenë. Na mundsoi ta valcojmë tek e mira dhe të ngrihemi shpirtërisht. Zoti ynë I hape dyert e parajsës për një muaj të tërë. Të lutemi o Zot, na bëj ne prej banorëve të parajsës përjetësisë. Zoti ynë, Ti I shënove në librin tënd shpërblimet madhështore për agjëruesit e tu. Për hatër tënd agjëruam o Zot. Pra lajt lutemi Ty na shëno prej atyre cilët fituan me Ramazanin dhe me agjërimin e tyre. Nuk ka dyshim se çdo kush prej nesh këtë Ramazan ka pasur qëllim përmirësimin, ashtu siç I premtuam Zotit para Ramazanit se ky do të jetë Ramazani më I mirë I jetës, Ramazani I transformimit për mirë. Dikush premtoi se do të abandonojë të keqen, dikush u zotua se do të bëhet më I mirë. Sa e sa lot u derdhën në përfaqe duke ju përgjëruar Zotit me përulësi. Sa e sa lutjet zemrës trokitën dyert e qiellit në orët më të begata të ditës dhe të natës. Derisa ky Ramazan, shumë prej nesh I ka ngritur ngrat tek Zoti dhe I ka bërë prej dashurve Ti. Zoti ynë, për Ty agjëruam, për Ty u falem, të lutemi na mundso pranimin dhe kënaqësinë Tënde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Të dashur të vëllezër dhe motra, ne kaluam Ramazanin, agjërimin, u lutëm dhe u përpoqëm me përkushtimin maksimal, por sot secili prej nesh duhet pyes veten e tij, a vërtet na transformoi për mirë Ramazani apo jo? Nëse zemrat tona janë ende të ngurta, nëse gjuhët tona ende vazhdojnë të lëndojnë të tjerët, nëse ende nuk dim të falim dhe të tolerojmë, atëherë çfarë bëri Ramazani me ne? Jo nesër, as më vonë, por sot, nëse ke dikë të cilit nuk I flet, afroje për hatër të Zotit. Nëse ke dikë që e ke lënduar, kërkoj falje për hatër të Zotit. Nëse ke dikush që të ka lënduar, fale për hatër të Zotit. Ar-Rahimune yarhamuhumur Rahman. Sepse më I forti është ai I cili fal edhe toleron dhe nuk hakmerret për hatër të Zotit. Dhe mos harroni kurrë standardin që arritëm në Ramazan, vazhdojeni edhe gjatë vazhdimit të muajve tjerë, sepse Zoti ynë nuk është Zoti I Ramazanit, por është Zoti I gjithë jetës dhe I gjithë vitit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Sot në këtë ditë bajrami, feste dhe gëzimi e lumturie, bëni një premtim shumë të madh, jo para njerëzve vëllezrit e mi dhe motra muslimane, por përpara të madhit Zot, që do të jemi më të mirë, do të jemi më të drejtë, do të jemi më të mëshirshëm dhe tolerant, që do të falim dhe do të dhurojmë dashuri dhe do të rezatojmë mirësia aty ku mungon mirësia. O Allah, Ty të lutemi pranoj Ramazanin ton, na bashko me mirësi zemrat tona, e kur mos na nda nga rruga jote. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ky bajram na gjen me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme ne shqiptarve, me përulje ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu, gjë cilën e pam edhe prekëm edhe gjatë gjithë muajt Ramazanit.
Kjo është një shpresë e madhe që ky vend dhe ky popull ka plot mirësi dhe perspektivë, dhe se ky vend do të bëhet me lejen e Allahu xhaleshanuhu edhe më i mirë se ç'është. O Zoti ynë, ty të lutemi, bekoaj vendin ton, bekoaj të gjithë shqiptarët nga zemra, gëzuar Bajramin. Zoti e bëv Bajram dhe festë çdo ditë jetës tuaj. Zoti ju nderoft. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi